Tani me që është duhet diskutuar rezoluta për krimet e luftës të Serbisë në Kosovë dhe mazhoranca po e refuzon dhe nga ana tjetër po përpiqet të hiqet të shtiret sikur është ajo mazhorancë që e don Kosovën, unë do t'ju lexoj vetëm një mesazh. Desha ta lexoja brenda, por më ndërprej fjala, siç e dini, është bërë modë të ndërpritet çdo fjalë që thuhet kundër qeverisë. I dashur zotëri, unë jam Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, ish lojtar i ekipit kombëtar të basketbollit dhe një admirues i vjetër i Sampdorias së Vujadin Boshkov. Numrin tënd e mora nëpërmjet mikut ton Aleksandar Vučić. Fola për ty mbrëm këtu në Novi Sad. Prej kohësh kam dashur të shpreh admirimin tim për forcën dhe guximin me cilat po përballesh me armikun më të rrezikshëm të jetës tënde. Por gjithashtu dua të them se pasi ke mundur shumë portier në goditjet e tua nga penaltit, jam i bindur që do t'jesh po aq i aftë të mundësh dhe hijen që është vendosur mes teje dhe portës së ardhmes tënde. E di mirë që mesazhe të tilla solidariteti mund të bëhen të mërzitshme për një njeri kokfort si ti. Por të siguroj që ky imi nuk është i tillë. Ky është një shprehje e admirimit të lashtë dhe respektit tim më së sinqertë. Më vjen keq që nuk munda ta shpreh më mirë ndjenjën time të vlerësimit dhe simpatisë për ty, por nëse duhet një dëshmitar, miku ynë i përbashkët Vučić, mund të pohoj se prej vitesh nuk ka ndodhur kurrë që të mos përmend si një figurë të veçantë në botën e futbollit. Ky mesazh i është dërguar nga Edi Rama, jo Fadil Vokrit kur ishte i sëmur, por Sinisha Mihajlović. Miku i ngushtë i Edi Ramës që përmendet nuk është Albin Kurti, por është Aleksandar Vučić. Ja ku e keni qasjen e Edi Ramës për Kosovën. Ky mesazh flet shumë, të gjithë të tjerat pastaj janë dokra dhe propagandë. Faleminderit. Zoti Noka, nesër Edi Rama nuk do jetë në protest. Ju pse s'do jeni? Më duket se kemi bërë të qartë. Partia Demokratike ka një qëndrim të qartë si drita e diellit. Ka qenë mbështetja e luftës çlirimtare të UÇK-s në Kosovë. Kemi bërë gjithçka për ta mbështetur si një kauzë jetësore të një popullsie dhe ne i konsiderojmë krerët e UÇK-s si të pafajshëm, pasi ata kanë drejtuar një luftë për çlirimtare dhe mbrojtëse të popullit tyre dhe jo gjë tjetër. Ne jemi të vendosur dhe shpresojmë që drejtësia t'u jap atyre pafajësinë siç edhe duhet, siç edhe qëndron e vërteta. Por ne nuk mund të jemi kurrë në të njëjtin aktivitet me ata që vendosën sanksione që janë të vetmi në botë që vendosën sanksione Kosovës. Nuk mund të jemi kurrë bashkë me ata që veriu në Kosovës e konsideruan si tokë të askujt. Ne nuk mund të jemi kurrë bashkë me ata që organizuan Ballkanin e hapur dhe tentuan të nxjerrin Kosovën si delja e zezë e Ballkanit. Me ata që i kanë futur tika pas shpinën e Kosovës në çdo moment jetik të saj. Ne nuk mund të jemi kurrë bashkë me anti-shqiptarët që sot qeverisin me kreun e narkos në krye, sepse ata Kosovën duan ta përdorin për propagandë, por në shpirt e urren. Ne kemi vepra. Partia Demokratike ka fakte, ka vepra. Partia Demokratike që në krijimin e saj, në programin e parë të hartuar, ka patur çështjen e Kosovës si një busull të orientimit krahas çështjes së integrimit evropian. Dhe ne kësaj kemi qëndruar dhe i qëndrojmë. Për ne Kosova është zemra e shqiptarisë, por jo për propagandë dhe jo për fasadë. Kjo është e gjitha. Faleminderit. Protestën nuk e organizon Partia Socialiste, por ish veteran të UÇK-s. Pse nuk protestën e organizon kreu i narkos dhe pastaj ka futur shoqata e tjera. Sheshi është i madh për gjithë. Nuk është aton që ju duhet jeni për krah socialiste. Elda, me narkosin ne nuk jemi në asnjëherë në krah, do jemi kudo përballë. Është anti-Kosovë.
Narkosi është anti-Kosovë, narkosi sot është anti-shqiptar. Por opozita do organizoj protestë në mbrojtje të I ka organizuar gjitha. Kjo Parti Demokratike ka organizuar mitingun më të madh në histori mbrojtje të Kosovës. Një kom, një qëndrim. Kur narkosi duar trokiste Goran Bregovićin, Sinisha Mihajlovicin apo edhe Slobodan Milošević.